Prej vitesh dhe veçanërisht në periudhën e lirisë, çdo pranverë i kemi kujtuar demonstratat e marsit dhe të prillit vitit 1981 në Kosovë, si një ngjarje kapërcyese apo si një prag i mirë vendosur që rri poshtë një dere me peshë të rëndë, e cila e kishte mbyllur një epokë në njërin anë dhe e kishte hapur një epokë tjetër të re në anën tjetër. Si vjet në këtë përvjetor, kur u bën 45 vite nga demonstratat e 81-shit, jam shumë i gëzuar që ju shoh të gjithëve këtu së bashku për të ndarë kujtime dhe për të reflektuar mbi ngjarjet që i kanë prodhuar ato. Si drejtuesi i qeverisë së shtetit tonë, e kam kënaqësinë e veçantë të jem një koqir i kësaj akademie përkujtimore, me që ky takim është organizuar nga zyra e kryeministrit të Republikës Kosovës, asaj Republike dhe të asaj Kosove për të cilën është brohuritur aq fuqishëm dhe e cila është shkruar aq shumë pikërisht në demonstratat e vitit 1981. Akronimi KR, si njëstore e parollës Kosova Republik, përmbledh idealet politike të disa gjeneratave të shqiptarëve të Kosovës, të shqiptarëve në Jugosllavi dhe të kombit shqiptar në përgjithësi. Rrjedhimisht kërkesa për Republikën e Kosovës, thirrja Kosova Republik, është një nga shënjuesit me më së shumti ngarkesa kuptimore politike në tërë filozofinë dhe historinë e mendimit politik modern shqiptar. Duke qenë në këtë sallë mes kaq shumë aktivistësh politikë që janë organizatorë, pjesëmarrës, dëshmitarë dhe trashëgimtarë të demonstratave të vitit 1981, mua nuk më takon të rrëfej për ngjarjet e asaj kohe, me që për ju ato janë përjetime të ngulitura në kujtesën tuaj. Aq më tepër që pas meje këtu para jush do të flas edhe Bajram Kosumi, i cili me librin e tij Revolucioni 1981, literaturën e memoristikës politike për atë periudhë me shkaftësi e ka ngritur në nivel të studimit shkencor. Por duke përvijuar një kronologji të zhvillimeve të pranverës vitit 1981 në Kosovë, me lejoni që të vë theksin të trashëgimia politike e demonstratave të vitit 1981. Në atë botë e kohë, para gjysmë shekulli, shqiptarët e Jugosllavi ishin populli më i shtypur dhe më i marginalizuar politikisht, si dhe më i diskriminuar e i shfrytzuar ekonomikisht mbi baza etnike. Shqiptarët ishin privuar nga shumë të drejta kulturore dhe shoqërore, me që ata konsideroheshin nga shteti i Jugosllavisë si qytetarë të pabarabartë me të tjerët, qytetarë të dorës së trendit dytë, dhe si një komunitet etnik që herët avon duhej dëbuar prej territoreve të tyre autoktone, duke i spastruar etnikisht ato për të krijuar më shumë hapësirë për Serbinë e Madhe. Indinjata akumuluar ndër vite atë veç shpërtheu duke u artikuluar politikisht në një lëvizje gjithpopullore. Demonstratat e atij moti nisën me 4 mars të vitit 1981. Nga një epizod revolte ndaj kushteve në menzën e studentëve të Universitetit të Prishtinës, por shpejt ato e prodhuan fillimisht një protest me 11 mars, kur pas ndeshjes futbollistike Prishtina-Partizani, mira student e kthyen revoltën e tyre sociale në protestë studentore. E pas 2 javësh, me 26 mars të vitit 1981, protesta studentore u kthyen në një demonstratë gjithpopullore në ditën kur mira shikues ishin grumbulluar për të ndjekur manifestimin Stafeta e Rinisë në Prishtinë. Parollat Kosova Republik, ne jemi shqiptar jo jugoslav, bashkim me Shqipërinë, e tronditën Jugosllavi. Ndërhyrja brutale e policisë jugoslave, që me njësi të shtesë një ditë më parë e kishte vërshuar Kosovën, nuk e dobësoi vullnetin qytetar. Përkundrazi, me 1 dhe 2 prill 1981, demonstratat gjithpopullore e arritën kulmin e tyre duke u shtrirë e ngritur në tërë Kosovën.
Gjatë atyre ditëve dhe më pas, nga dhuna policore, numri I të vrarëve ishte 9. Përveç 15 të plagosurve dhe mijëra të arrestuarve të burgosurve, të cilët I prisnin gjyqjet e montuara politike. Gjatë dhe pas këtyre demonstratave popullore, paqësore dhe të drejta, policët e Serbisë I vranë Aslan Pirevën, Afrim Abazin, Naser Hajrizin, Rozhdi Hysenin, Sherif Frangun, Ibrahim Krasniqin, Xhelal Maliqin, Salih Abazin dhe Riza Matush. Demonstratët e vitit 1981 e ndanë historinë e Kosovës në Jugoslavi në dysh, duke u bërë gur provues mes integrimit nënshtrues në sistemin jugoslav dhe refuzimit parimor të tij përmes lëvizjeve antisistem si rezistencë ndaj dhunës dhe shtypjes shtetërore të një regjimi politik I cili e kishte pushtuar Kosovën dhe e mbante në një federat me popuj e njësi të tjera pa vullnetin e neve banorëve shumicë të vendit tonë. Në fund të viteve 70 dhe fillim të viteve 80, Kosova ishte vendi më I pazhvilluar në Jugosllavinë e atëhershme. Për vite me radhë, shqiptarët e Kosovës kishin jetuar në një sistem të theksuar të nënpërfaqësimit politik, diskriminimit ekonomik dhe kufizimit të drejtave kulturore. Papunësia ishte shumë fishme e lartë sesa në republika tjera. Zhvillimi ekonomik ishte I pabarabartë, ndërkaq përfaqësimi politik dhe qasja në vendimarrje ishte e kufizuar. Ngjarjet nisën më 11 mars të vitit 1981 në Universitetin e Prishtinës si reagim I studentëve ndaj kushteve të papranueshme në mesën studentore. Por ajo që në sipërfaqe dukej si kërkesë sociale, shumë shpejt u shndrua në artikulim politik. Brenda pak ditësh, protestat u zgjeruan. Më 26 mars dhe më pas më 1 dhe 2 prill, ato morën karakter gjithpopullor. Qindra mijëra qytetarë në Prishtinë dhe në qytete tjera vërshuan rrugët e Kosovës me parulla që jehuan gjithandej. Kosova Republik, Republik, Kushtetut, e duam flamurin kombëtar, por edhe shumë parulla të tjera. Këto parulla ishin betim kolektiv për liri, dinjitet dhe të drejtën për vetëvendosje. Ato u shkruan në mure dhe në rrugë, shpesh natën dhe në rrezik të drejtë për drejtë. U brohoritën në demonstrata dhe u përsëritën nga një qytet në tjetrin, derisa u kthye në gjuhën e përbashkët të një lëvizje që nuk mund të izolohej. Atë pranverë, populli I Kosovës e tha qartë se nuk do të jetonte më në margjinat e një federate që trajtonte si periferi politike dhe ekonomike. Reagimi I shtetit Jugosllav ishte I menjëhershëm, I koordinuar dhe orientuar qartë drejt shtypjes së plotë të lëvizjes. Në Kosovë u dislokua njësi speciale federative të cilat ndërhyn me forcë dhe situata u trajtua si kërcënim politik dhe jo si shprehje legjitime e pakënaqësisë qytetare. Me përshkallëzimin e protestave në fund të marsit dhe fillim të prillit, autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme dhe vendosën masa trepta kufizuese përfshirë orën policore. Pas shtypjes së demonstratave, pasuan arrestime masive, procese gjyqësore dhe dënime, derisa në shumë sektor u aplikuan masa të diferencimit politik që quan në përjashtime nga universiteti, largime nga vendet e punës dhe penalizime të tjera për studentët dhe për profesionistët. Pasojat ishin të rënda, dhjetra të vrarë, mijëra të arrestuar, procese gjyqësore politike dhe dënime të gjata me burgim. Por ajo që shpesh lihet në hije është fakti se kjo lëvizje nuk pasqyronte vetëm protest kundër sistemit shtypës, por ishte edhe një thjellim I vetdijes kolektive dhe diferencimi qartë midis atyre që e pranonin status quo-n dhe atyre që kërkonin ndryshim. Dhe pikërisht këtu qëndron rëndësia e saj politike. Demonstratat e vitit 1981 krijuan një ndërgjegjësim të ri shoqëror, I cili e ndryshoi në mënyrë thelbësore mënyrën se si shqiptarët e Kosovës e shihnin veten dhe të ardhmën e tyre. Ishte brezi që e ndryshoi drejtimin e historisë dhe që më vonë krijoi vazhdimsinë që u materializuan rezistencën armatosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë vijë historike shumë nga ata që ishin aktiv në vitin 1981 u gjetën sërish në organizimet për çlirimin e Kosovës. Me këtë rast dua të theksoj edhe rolin e grave në demonstratat e vitit 1981.
që ishte thelbësor në organizim dhe në rrjedhën e ngjarjeve si në Kosovë, ashtu edhe në Mërgim. Ato ishin të përfshira në strukturat organizative, në mobilizimin e studentëve dhe qytetarëve, si dhe në aktivitetet që paraprin dhe shoqëruan demonstratat. Pra, kontributi i tyre ishte i jashtëzakonshëm, i vazhdueshëm dhe integruar në vetë funksionimin e lëvizjes. Edhe pas shtypjes së protestave, shumë prej tyre u arrestuan, u burgosën dhe u përjashtuan nga universiteti apo nga vendet e punës. Disa prej atyre grave ishte të burgosurave politike të cilat po i përmendë dhe sot janë edhe këtu në mesin tonë. Prandaj faleminderit për kontributin e madh që keni dhënë ndër vite. Demonstratat e vitit 81 janë një prej ngjarjeve të mëdha në historinë e re të Kosovës e të shqiptarëve. Ato lanë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën kolektive që në ditët e para rreth tyre u krijuan mite të cilat edhe sot duken madhështore, si miti flamurit kombëtar, miti i vajzës para tankut, miti plakut me kal e me flamur, miti për guximin e studentëve, miti shkrimit të parullës Kosova Republik ose vetëm mistoret kërë, dhe gjithkund e shumë tregime të tjera për ato ngjarje. Sot, mbas 45 viteve, ndjehem krenar kur i dëgjoj ende këto mite, kur lexoj me çfarë pieteti flitet për to në Prishtinë, në Tiranë, në Tetov apo në mërgatën shqiptare. Kujtesa jonë historike, kultura dhe vetdia jonë politike, si dhe ndërgjegja jonë kombëtare ka gdhendur këto demonstrata në shpirtin e shqiptarit përgjithmonë. Edhe shumë autorë të huaj, studiues, historian, gazetar e politikan e theksojnë rëndësinë themeltare të këtyre demonstratave, duke vlerësuar se aty ka filluar ndryshimi i historisë së Kosovës, po edhe të Jugosllavisë. Demonstratat e vitit 81 janë të mëdha dhe historike, sepse me kërkesën për Republikën e Kosovës, ato e ndryshuan rrjedhën politike e historike të Kosovës e të shqiptarëve në Jugosllavi. Ato e bën kthesën. Ato e ndanë historinë e Kosovës në dy epoka. Ato ndryshuan ose rrënuan të gjitha paradigmat politike, nacionale dhe strategjike të Kosovës dhe hapën shumë rrugë të reja për Kosovën dhe shqiptarët. Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë ishin një nga ngjarjet më të rëndësishme historike në Kosovën e pas luftës së dytë botërore. Ato filluan në mars të vitit 1981 si protesta studentore në Universitetin e Prishtinës, por shumë shpejt u shndruan në demonstrata masive popullore me kërkesa politike. Demonstratat nisën si kërkesa për kushte më të mira studentore, por shpejt u artikuluan parulla si Kosova Republik e parullat e tjera me karakter politik. Edhe pse kanë kaluar mbi 4 dekada nga zhvillimi i demonstratave të 81-s, vitet nuk e kanë zbehur rolin dhe kujtesën e këtyre ngjarjeve, sidomos për ne bartësit dhe organizatorët e tyre. Demonstratat e marsit dhe prillit të 81-s ishin si një hyrje në kthesën e madhe që e priste popullin shqiptar të Kosovës. Ato ishin paraprijesë të ngjarjeve dhe protestave të mëvonshme të viteve 89-90, të formimit të celulave të para të UÇK-s dhe të luftës çlirimtare të këtij populli për të çliruar një herë për gjithmonë nga okupatori serb. Rinia studentore në Kosovë në fillim të viteve të 10-ta përbënte një nga shtresat më të vetëdijshme dhe më aktive politikisht të shoqërisë. Roli i saj në demonstratat e vitit 81 në Kosovë ishte jo vetëm nxitës, por edhe organizues, ideologjik dhe mobilizues në shkallë të gjerë.
ajo luajti rol kyç në transformimin e pakënaqësisë sociale në një lëvizje të gjerë politike dhe kombëtare. Me kërkesa të qarta politike për barazi kombëtare dhe avancim të statusit të Kosovës në Republikë. Demonstratat e vitit 81 përbëjnë një pikë theshe në historinë politike të Kosovës. Roli gruas në këtë ngjarje ishte i shumëanshëm dhe thelbësor, duke përfshirë pjesëmarrjen aktive, qëndresën ndaj represionit dhe kontributin në ruajtjen e identitetit kombëtar. Në këtë kontekst, roli gruas shqiptare përbën një dimension të rëndësishëm të rezistencës shoqërore dhe kombëtare. Gruaja ka luajtur një rol vendimtar dhe aktiv në demonstratat e vitit 81. Ato ishin forcë politike, morale dhe pjesë aktive e demonstratave. Roli saj ishte shumë i rëndësishëm në këto demonstrata, duke filluar nga pjesëmarrja e saj masive dhe aktive në demonstrata deri te të qenit organizatore e tyre në qytete të ndryshme të Kosovës. Që në fillim të organizimit të demonstratave, studentët e Universitetit të Prishtinës u rreshtuan në ballë të tyre për krah kolegëve të tyre student. Ato morën pjesë aktive në protestat që fillimisht kishin karakter social, duke kërkuar kushte më të mira jetese e studimit. Me kalimin e kohës, kur demonstratat morën drejtim politik, pjesëmarrja e grave u bë edhe më e rëndësishme, pasi ato përfaqësonin një pjesë të gjerë të shoqërisë shqiptare. Përveç pjesëmarrëse dhe organizatore e këtyre demonstratave, ato kontribuan edhe në shpërndarjen e fitueshkave, në komunikimin ndërmjet grupeve të ndryshme dhe në mobilizimin e qytetarëve. Gruaja shqiptare në demonstratat e vitit 81 ishte një faktor i rëndësishëm në zhvillimin dhe përhapjen e kësaj lëvizjeje. Prandaj, ky koordinim i demonstratës vitit 1981 e shtoi madhështinë jo vetëm në kërkesën Kosova-Republikë, por kushtetut jam e hatër, jam e luftë. E donim me çdo kusht një kushtetut të re, të nivelit shtetënor, jo kushtetut çfarë ishte deri tash. Politika zyrtare jugoslave, në krye me kryesinë e saj, RSF-n, se Titoja kishte shku, aty kishte përfaqësimin, është e vërtet, edhe Kosova, mirë po përfaqësim politik shumë i parëndësishëm. E o them këte, sepse ashtu ishte realiteti, shumë realiteti hidhur. Por çka ishte shumë zhgënjyese për shqiptarët? Kosova është element konstitutiv i Federatës të Jugosllavisë, ndërsa harronin se në kushtetutën e Serbisë, juristët që janë këtu, dhe ata që janë këtu, Kosova ka qenë me nelin 300 dhe 310 kushtetut të Serbisë pjesë përbërëse e Serbisë. Prandaj, ky mashtrim kushtetus, ky mashtrim politik që u bë te shqiptarët i ka nxirr demonstratat e vitit 1981 dhe të gjithë pa përjashtim shtresat që u grumbulluan me 1-2 prill kërkonin Kosova që të bëhet republikë dhe të bëhet shtet. Kosovën sot e kemi shtet, por Kosovën sot duhet ta ruajmë, ta mbrojmë në bazë të porosive atyne shokëve të cilët i ka vrarë, do thot, politika serbe. Burgosje dënime prej 1 deri në 15 vite burg. Por çdo herë që liroheshin nga burgjet të rinj shqiptarë vazhdonin, do thot, veprimtarinë e tyre liridashse. Kosova sot është shtet. Duhet jemi të kënaqur me këtë realitet. Kosova duhet të bëhet me institucione dhe të funksionojë institucionet si ka hije shtetit. Të gjithë pa përjashtim të bashkohen dhe të bashkohemi në këtë fushë. Kjo është një prej kërkesave në këtë 45 vjetor
që po e shënojmë për demonstratat e vitit 1981. Por, edhe një argument tjetër do të kemi parasysh që proceset tona nuk kanë përfundu. Edhe Kosova, një të nesër me jo të lartë, do të përnoje për bashkimin kombëtar me Shqipërinë dhe trojtë e veta shqiptare. Cile, në proces e sipër, duhet të kërkojnë dhe të punohet edhe në aspektin institucional, shoqëror dhe individual, që një gjyq i padrejt i cili sot po zhvillohet në Hagë, do të trajtohet si i tillë dhe të lirohen nga burgu Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Sepse Jakub Krasniqi është njëri prej të dënuarve në vitin 1981. Një shtyllë shumë e veçantë e lirisë sonë, i cili është burgos edhe është dënu bashkë me Gali Krasniqin dhe shumë shokë tjerë. Të mos ju marrë më shumë kohë, se këta që folën paraforë që të letra, të do të mojtë gjëpë. Afërsisht, në gjashëm diçka, do të kisha lexu edhe unë, do të kisha folë edhe unë. Por, liria e ka çmimin që do të dim të respektojmë.